Shokët dhe shoqe, na kthyn në pjesën e dytë të këtij emisioni. Mysafiri në studio është që kena paralajmëruar, është Rën Kelmendi. Shoku jam, jo thash më herë, thash e kom pas në klas. E kom koçani pa shokun ngushtë, pa pal një veçut. Jo tash atë e ciona vëlla, atë e ciona, atë Ti si mallëzet. Përshëndetje. Mirë se erdhe. Kena me fol për diçka shumë të mirë, jo shumë kur e kom pasë aktivitet në san tillë për çlirimin e Prishtinës, që bëhet fillimisht në çlirimin e Prishtinës, po tani një aktivitet në një zonë që jena arrit edhe jo veç na, po ka kujtime të gjeneratave të ndryshme në çat zonë, po flasim për Santen, nostalgjia e Santes ose Sante nostalgjik. Nostalgjia. Santea nostalgjia. Do të thotë që ta vendos me titullu. Fillimisht kallzom çysh je edhe çysh bi përjeton çdo ditë nxehta se kam pak se jo s'po dihet, jo s'është nxehtë, jo Mirë shumë nxehtë, po çapsha ku mord në urban edhe Foscona ta. Tash të fry freska, ti veç. Ai Xhargji. Freska, unë po boli ti veç fry. Mos e vlladet. Ngrim. Çish ka ardhur deri te ideja fillimisht që një djalë i qytetit me vendos edhe me bën një aktivitet si nostalgjik mas pari për një vend ku e në arrit për Santen, krejt jo e dini jo që jeni të qytetit Prishtinës e dini Santen dhe i dini ato dalje që i kena pas Santen, çu ka ardhur ideja? Ideja ka ardhur kështu tu jes në për qytet, edhe ka qenë një lagje që pak ulun si pak ma anash, edhe s'mund është të rigjenerua hapësimi i komunës të Prishtinës, edhe tash ushtrum pllaka është mirë, edhe një kriju kushtit e mira. Edhe thjesht mu gjithmonë më ka ngjall një farë nostalgjie Santeas të që është edhe vetë aty me gjenerata e ndrua aty. Famën e parë në Sante e kënë zonë do. Utjen e parë. E para së Muzikën e parë, daljen e parë, kafën e parë, pijen e parë. Aty ka pas shumë aktivitete që janë bu prej viteve të 90-ta. Unë e mojnë me për shembull storie prej viteve të 90-ta, përpara nuk ka pas shumë kafiqa krejt kanë dalë aty. Edhe kallzojnë për shembull që në atë kohë atë kur kanë ndodhur ora policore, nëse jekon mrena në kafish gjatë orës policore në 6 në gjës ki guxu me dalë jashtë. Ta mandet ka rome pimi. Po mirë ka ku. Kimet brana. Ke pipi 6 dhe në 6. Ti tani se thu thajtum. Edhe kanë janë nga workshop. E tash krejt këto tregime atë ne bojnë vetën edhe që aty më ka atë kemi ardhur me këtë ide që atë me kthy një farë nostalgjie se është një lagje ikonike kështu me thonë e qytetit si landmark. Edhe pse mos me kthy prap atë atmosferën, atë kujtesën e mirë kolektive që kemi për Santen, edhe me ndihmu zonës, po edhe me kriju aktivitet për banor tjerë që jetojnë jashtë lagjës, po që krejt që aty janë rrita din. I kanë të kujtime. Që i kanë disa kujtime dhe vinë dhe e ndajnë një eksperiencë kështu krejt bashk me një energji shumë pozitive. Edhe thjesht mujnë me po art, mujnë me ngu pak muzik, mujnë me hongët diçka, me pi diçka, me ble diçka për shembull në flea market në aktivitetet që i kemi, mujnë me ndëgju Santea Talks, që është një prej aktiviteteve tjera, kemi me qenë me gastronom, kemi me bu një bashk bisedim me gastronom të viteve 90-ta dhe 2000, ku ata kanë më nda eksperiencat e tyre, kanë me fol pak për historinë, për problemet, për sfidat që i kanë pas gjatë asaj kohe, çush kanë mbrime mbi jetu, edhe adin çaj tranzicion shubu prej para luftës edhe mas luftës. Se muna adin është kështu një krahasim shumë interesant se 98-ën vitin 1998 ka qenë orë policore, edhe vitin 1999 një vjet më rapa u kon e lirë për krejt. Edhe krejt kanë ardhur aty, krejt janë mbledh, edhe dikush ka bu art, dikush ka repovat, dikush ka shumë muzik, dikush ka dal, dikush ka gjetë dashnin edhe dikush ka humbur dashnin. Po thënë të regjistruar e kena stat, regjistruar po me avarë. Santea. A mund me grupon të Santea. Rënë diçka tjetër që më ka pëlqyer shumë është që e keni lidhur me çlirimin e Prishtinës. Festivali ka nisë me datën 11 qershor, edhe ka më përfunduar me datën 14 qershor që i bën dille. I bën prej të premtës deri të prej të ajtës deri të prej të ajtës deri të dielën, do thotë janë kohë do ditë me aktivitete. Ana tregon pak më saktësisht çysh është e përfshime, çysh është harta, ku kanë u zhvilluar krejt çto aktivitete, edhe çfarë aktivitete kanë pas në për zona ndryshme të asaj hartë
të Santese, e dim që prej nalt ku kon ish megaherci e masnej deri në fund atje platoja aty ku është Morena. Po, atëherë është ai korridori në mes qendrës, se është si qendrë tregtare edhe ndërtesave. Që aty në mes kam organizu prej fillimit nalt 7 megaherci ku del prej nënkalimit dhe deri poshtë ku është kafiqi Morena, domethënë është ajo platoja deri aty kam e pas domethënë aktivitete. Domethënë fillon të Ejten, për ditë çlirimit, shënohet dita e çlirimit në të Ejten, fillojnë vinë artistat me ngjyra që kanë punu 25 mure. 25 mure, do thotë kam pas grafiti në 25 murale, po. Okay. Mandej do isha me spjegu kështu më detaje që kam e shku edhe ai aktivitet, po kam e pas domethënë të Ejtenën bot kështu të vendosja e festivalit, të premten prej orës 6 të mbrëmje, domethënë veç janë vendos artistat, dhe janë vendos domethënë është edhe flea market që e kemi, që kanë marrë domethënë brende ndryshme lokale që janë për mi promovu produktet e tyre, me shit bizhuteri, diçka të ngjashme si suvenir ose diçka. Edhe prej orës 7 të mbrëmje të premten fillon stage, është muzika me bende lokale, kam me pas repera, kam me pas bende, kam me pas këngëtar, edhe cilët kanë me performu. Prej orës 7 deri në orën 11, prej orës 10 deri në 11 kam qenë DJ, kemi pas me DJ, kam qenë në zhanri dubstep. Mandej, këto janë aktivitetet pak a shumë që kam shku programi ditën e premte. Ndërsa ditën e shtunë fillojnë aktivitetet tamam, kështu me ndodh prej mëngjesit, prej orës 9 mëngjes. E kemi një thirrje që e kemi bërë dhe një aksion me thonë, ku kemi me mbledh me stafin e festivalit edhe me banor, kemi me dalë me bëni aksion pastrimit lagjës, kemi me mbledh burllogo, kemi me mbledh beturina për rreth, po ashtu kemi me involvu edhe fëmijët, që edhe ata me përçu një mesazh të mirë që adin do të murujt prona publike, adin pak me fanatizëm se krejt e ndajmë domethënë pronën publike, gjithë jetojmë këtu. Adin është ideja me trajtu pronën publike si pronë private. Adin që edhe jashtë shtëpisë kur del me trajtu një hiç, adin e trajton edhe hapësinën ku jeton. Edhe me fëmijë po ashtu kemi edhe një aktivitet tjetër ku kemi me mbjell fidane edhe lule. Janë disa kopshte dhe disa hapësina gjelbëra ku kanë mu mbjell me fëmijë, edhe ajo është një punëtori si mini urban gardening që e kemi quajtur. Pastaj për orës 12 deri në ora 3 të shtunën fillojnë aktivitetet për fëmijë. Me thonë kam e pas lojnat ndryshme të kohës, si kullat, kështjella, kam e pas me lastik, kam e mujt me lujt qika të vogla, kam e pas shumë aktivitete tjera, face painting, kjo ndodh deri në orën 3. Pastaj fillojnë aktivitete tjera, ku kam e pas urban talks, Santea, domethënë Santea Talks dhe lojrat urbane. Si që përmena ma herët, Santea Talks janë gastronomt, që kanë me folë për eksperiencat e tyre, pastaj është një panel tjetër me artista dhe është një panel tjetër me banor, ku kemi miftu banor të lagjës që adin mi adresu disa problemet që i kanë, që mujnë edhe na mi adresu që mujnë të ardhën, adin mu përmirësu në lagje. Pastaj prap fillon të shtunën stage i muzikës, kemi urban jazz edhe soul. Kjo vazhdon deri në prej orës 7 deri në orën 10, ndërkaq që në orën 10 deri në 11 kemi music house rhythms. Okay, DJ. Me DJ prap. Po. Do thotë që shto pak a shumë është aktiviteti i mushën gjatë krejt ditës për ata që dojnë, edhe është e shtune, janë qytetarët janë pushim, edhe mujnë me ardhë me i pru edhe fëmijët, që edhe fëmijët e tyre janë nisë me pas kujtime të mira me edhe me kriju nostalgji, dhe për ata fëmijë nesër mas nesër kur rritën e kanë një kujtim me shoqe të Santes, një që kemi pas edhe na. Tash ideja është me përqu një mesazh pozitiv, një mesazh ku do me thonë njerëz si më pak më të vetëdijshëm edhe më ndërgjegjshëm ndaj pronës publike dhe hapësirave urbane që janë. Të ceki edhe të dielën pak a shumë programi është i njëjtë, kemi aktivitete për fëmijë, është aktiviteti prap ku kemi panelin e artistave, ka me pas domethënë edhe aktivitete tjera. Duna me përmend që ka dhe Down Memory Lane Expo, ku kemi marrë foto të viteve 90-a, 2000-a, 2010 tutje, kemi mi vendosë në disa hapësina, janë foto të vjetra, dhe me pa pak a shumë që ka qenë për para Santea, e kemi edhe një community wall, apo një mur
komunitetit, njerëz kanë me mujt me shkru mesazhe edhe me ngjit në të mur, që në të ardhmen me këshyr çato mesazhe janë realizuar pi përmban njerëz apo jo. Ku janë mesazhet? I kena djeg mesazhet. I kena but mesazhet. Domethënë rën aktivitete shumë të mira, po më duket që ka me kohë një weekend goxha i mirë. Kështu po kallzom me çlirimin e Prishtinës. Çish e keni bo lidhen me çlirimin e Prishtinës apo vetë e keni bo si festë kështu edhe doni tash çdo herë në çlirimin e Prishtinës me kohën kë aktivitet që ndodh në të njëjtën Pikërisht e kemi lidh me çlirimin e Prishtinës për shkak se çlirimi i Prishtinës kur ka ndodhur Santea ka qenë plot me njerëz. Dhe nuk ka qenë një vend shumë i frekuentuar sepse njerëz prej izolimit kanë dalë në liri të plot dhe krejt gjithçka ka ndodhur aty. Edhe kështu që i flen Santes shumë i dita e çlirimit, po është edhe është ditë e cila duhet më shënu me mburje, unë menoj, edhe adin me respektu dhe duhet më një që me shumë fat adin që jemi të çlirum për një represioni shumë të madh të asaj kohe. Edhe kjo është lidh, do me thonë, ka flajt shumë me atë datë. Edhe pikërisht për atë datë kemi vendosur që duhet më shënu, edhe duhet më kthy çajo nostalgjia e kohës, çato aktivitete, çajo energji e mirë, edhe prap me kriju kujtime të mira. Perfekt, Ram, po më duket që i kena dhënë krejt informacione. Shpejt, jo. Mos e një tipin që e bën programin. Tungojt ka. Do të ngushtë. Rri shumë bashkë. Letrën e programit çepe. Dënon janë. Apo dënon. Faleminderit shumë për kohën. Pjesë Urban FM-it, po shpresojmë që mu po ato ditë, tek këshirim që kena edhe dhe situatën. Ja, s'e larg Santea. Nuk është Santea, larg vina. Me një festival urban nuk bën me mungu Urban FM. Po, është e vërtet, Urban FM është aty. Sigurt është aty. Sigurt, Urban FM. Që jo në kerrë, dhe Santina ata mujnë me ngu muzikë mirë. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe për juve dhe faleminderit për mikpritjen edhe që jeni kallëzuar zemërgjon andel me përkrah festivalit. Jo veç punani për këtë qytet. Unë ta moj men për vitin tjetër apo ta zbuhet, që zbuhet. Kena mu prish. Ku je njeri? Ka marrë festivali, ajo. Shoqe për krejt juve që besoni është Happy Clappers me I Believe.